Iniciativa kombëtare shtëpi në çdo qytet, e organizuar nga kompania Dora Invest, ka vazhduar rrugtimin e saj me një ndalesë në Gostivar, me qëllim promovimin e tregut të patundshmërive dhe nxitjen e zhvillimit ekonomik lokal. Ngjarja synon të krijojë një urë bashkëpunimi ndërmjet komuniteteve lokale, institucioneve, kompanive dhe qytetarëve, duke rritur transparencën dhe sigurinë në procesin e blerjes dhe shitjes së pronave. Drejtuesja e kompanisë, Frosina Ushlinovska, prezantoi vizionin e saj për një treg më të hapur dhe më shpërndar në të gjithë qytetet e vendit. Ajo theksoi se qëllimi i karvanit është promovimi i pronave jo vetëm në qendrat e mëdha urbane si Shkupi dhe Ori, por në të gjitha qytetet e Maqedonisë. Sipas saj, interesi i mërgjimtarëve për të investuar në vendlinje mbetet i lartë, veçanërisht kur ofrohen procedurat e qarta, prezantim profesional dhe bashkëpunim me institucionet financiare. Нашето изкуство покажува дека изселениците надвор од Македонија. Përvoja janë ka treguar se mërgjimtarët jashtë Maqedonisë janë shumë të interesuar të blejnë pronë në vendlindjen e tyre. Edhe pse janë për një kohë të gjatë jashtë Maqedonisë, ata kërkojnë mënyrë se si të investojnë. Prandaj u duhen kompanisit tona që fillimisht u tregojnë të gjithë ofertën që ka Maqedonia, gjithsesi Gostivari si qytet dhe të gjitha bukuritë që ka ai. Kur kanë ofertën më të mirë, prezantim më të mirë të pronave, dhe kur mënyra e procedura është shumë transparente, reale dhe e besueshme, ata absolutisht investojnë në këtë. Për ta nuk është ndonjë shumë e madhe në nivel mujor të investojnë në vendin e tyre. Këtë e bëjmë edhe me kredi dhe me ndihmën e institucioneve financiare, bankave afariste në Maqedoni, që të mund ata me një pjesëmarrje të vogël personale të blejnë pronë në vendin ku ka lindur dhe ka njëtuar. Karvali deri më tani ka vizituar Strumicën, Shtypin dhe Berovën, ndërsa pas Gostivarit do të vazhdojnë në Veles. Çdo javë parashir vizitë në një qytet të ri, me mesazhin se e gjithë Maqedonia ofron potencial dhe bukuri të barabarta për investim. Një nga mesazhet kryesore të iniciativës është rishikimi i orientimit të investimeve, duke marrë parasysh jo vetëm çmimin për metër katror, por edhe cilësinë e jetesës dhe aspektin ekologjik. Во градот Скопје цените на метар квадратен се поскапи. Në qytetin e Shkupit çmimet për metër katror janë gjithnjë më të shtrenjta. Andaj duam që kushdo që investon në patundshmëri të mendojë nëse duhet të investojë mjetet e veta vetëm në qytetin e madh, pasi të gjitha qytetet e tjera ofrojnë mundësi të tjera që vërtet janë për tu lufdruar dhe për tu menduar. Megjithatë, mbasi për shkak të ndonjë barrikade që ekziston në kokë, të gjithë vrapojmë të investojmë në të njëjtin vend. 1.000 euro në Shkup dhe 1.000 euro në Gostivar nuk vlejnë njësoj. Prandaj duhet të mendojmë fillimisht edhe për pjesën ekologjike të historisë. Të mendojmë nëse duhet të jetojmë në qytetin më të ndotur në Maqedoni. Jo se nuk duhet të investohet edhe në Shkup, përkundrazi, duhet të mendojmë nëse të gjithë mund të vendosemi atje ose nëse duhet të investojmë parat në ndonjë vend tjetër. Sipas organizatorëve, të gjitha qytetet ofrojnë potencial zhvillimi dhe mundësi reale për investim, duke kontribuar në një zhvillim më të balancuar urban në nivel kombëtar.